Земјоделците во Тетово се жалат дека не го добиле надоместокот што им следува ниту од 2023-та, ниту од јуни 24-та. Вела дека после последните штети годинава не насаделе бидејќи немаат пари и дека се во сериозни долгови кон земјоделските аптеки и затоа не земале производи без да платат. Тие упатија повик што поскоро да го добијат надоместокот за штети. Nga I domi që kemi pas I në humbje, në vend se të mbjellim bereqetet si kena mbjell çdo herë, si mjet as gjysmën se ne mbrim, se nuk kena buxhet. Kena marrë në për apotekat bujqësore, veresi kena marrë, s'kena pas mundësi si mjet që kthejmë paret, ata nuk na hapën. Unë vjet kam pas 21 dekar grun, si mjet kam 7 dekar. Vjet kam pas 2000 ronj patligjon, si mjet kom bjet 500 ronj. Çdo produkt jonë gjimës për ndër gjimës, çka I kom bjet dhe tash, se nuk kam mundësi t'i paguj. Apotekat bujqësore s'na hapën veresi, se s'kina t'jo paguj. Zavendës ministri na thët se ka ngel në komunën e Tetovës, nuk I dorëzojnë dokumentat, ka problemit të çmimi në treg si shkon, për të mbjellurat s'kemi të najsim. Atje ku kemi marrë qëra vjet veresaj, kom ta pare, ata nuk pranojnë. Se I kërkon të qim paret, ne ti marim prap, vazhdojmë. A nes vjet kemi hup kitë total. Që hajde di shefni, kitë arat rajnë pa mbell hiq. Qëra vjet ku mbell ka 20 dekar kumpira, si mjet alas ku mbell 1 dekar kumpira. E lash Gjermani për shkak kurse më punoj këta në vendin tim, amon që më marrë prap dhe në shkojsh bo shqiptari Gjermanit se sa traje shtau. Од владината комисија за обештетување вела дека проблемот е кај општина Тетово, бидејќи не ги пополнила образците како што треба и документацијата е вратена неколку пати. Vlerësimin e dëmit, gjithsesi vlerësimin e vlerës përgjithshme të dëmit duhet që ta bëjë komisioni komunal në bazë të kërkesave që ka për kompenzim të dëmit nga qytetarë. Dhe si të tillë, në bazë të metodologjisë, komisioni komunal duhet që të dorëzojë lëndën e kompletuar deri tek komisioni I cili formohet nga ana e qeverisë. Përveç asaj që nuk është përcaktuar vlera e përgjithshme e dëmit, gjithashtu lënda nuk është e kompletuar në bazë të metodologjisë, gjithsesi tabelat të cilat janë pjesë përbërëse e metodologjisë nuk janë të plotësuara konform asaj që kërkon ligji. Ka gjithashtu edhe komunat të tjera të cilat kanë të njëjtën problemin e të njëjtës natyrë, gjithsesi me kompletimin e lëndës në bazë të metodologjisë. Kemi komuna për shembull siç është Velesi apo komuna e Dullmenit, komuna e Gjevgjelisë. Од општина Тетово признаа дека не ја доставиле документацијата до владината комисија, но велат дека не е поминат законскиот рок. Nga komisioni po ashtu na informuan se për momentin janë duke finalizuar disa detaje në lidhje me metodologjinë. Raporti përfundimtar është në fazën e fundit. Sigurisht që, ky proces ka shkuar sipas standardeve dhe sipas afatit kohor, me qëllim që kjo situatë realizohet me profesionalizëm dhe me transparencë. Në momentin që plani përfundimtar do të jetë gati, do të dërgohet deri tek komisioni për vlerësimin e dëmeve në Shkup. Во Тетово оштетени се 560 земјоделци, како и домаќинства кои претрпеа штети од поплавите, но и штети од град. Во јуни минатата година градоначалникот на Тетово, заедно со Министерството за земјоделство, излегоа на терен да вршат увид на состојбата, каде на земјоделците им беше ветено дека многу брзо ќе добијат обештетување.